Dhe në ajetin 150 të surja e 9 vinë edhe 4 tjera. E 6 është mos u afroni te pasuria e jetimit. Jetim është secili kur nuk ka lajm, kur ka pengesa me kuptu lajmin. Dhe ti je informum edhe ti e ke shpërdorat, kjo është shumë aktuale sot këtu te ne, sidomos në Maqedoni, vështirë ki me gjetë mo ta dhonë lajmin e sot. Se unë jam jetim, ma dhonë dikush lajmin si funksionon një department i shtetit. Nuk ta jep as advokati, nuk ta jep as politikoni, shëtitin nuk ta jep as administratori. Ti je afru, se unë jam jetim, unë zdi, mund është më mashtru, mund është për një punë që nuk duhem fare me pagu, ti me mështi me pagu. Mund është me mështi me pagu ma shumë, ma pak, vjen rishveti. E 6 është të kuronja, disa keq është. A ne të gjithë e kemi to si praks dhe shumë të njerëzit që kjo ndodhë. Të në një farforme të afusin, qysh të gjejnë, themi, kurbanin. Kjo është shumë keqa. Ata që janë këtu sa më parë të largohën prej kësaj pune, ta folin të vërtetën, ta morin vetëm hakun çka i takon. Se në atë rast, nëse ti ke nevojë s'di, ose në shëndetësi, ose ku do të shkosh ti je jetim. Pra nuk bëhet fjalë vetëm për atë person që i ka vdek nona dhe baba.